Në territoret e Shqipërisë së sotme gjatë periudhës së perandorisë bizantine u ndërtuan shumë monumente kishtare, kisha dhe manastira. Këtë fakt e dëshmojnë toponimet e krishtera të ruajtura në kujtesën e vendasve. Në periudhat bizantine u rindërtuan në disa faza me 10 kisha paleo-kristiane dhe vijuan funksionimin e tyre deri në periudha më të vona historike. Me shkatrimin dhe humbjen e funksionit kishtar të tyre, ato degraduan si kisha rënoj apo umbuluan nga koha duke humbur çdo gjurmë më të dukshme të tyre. Sigurisht, monumentet kishtare bizantine i dhanë emrin e tyre shumë vendbanimeve dhe vendeve të cilat dëshmohen nga makro dhe mikro toponimia e pasur e qyteteve dhe fshatrave dhe vendeve të territoreve të Shqipërisë së sotme. Metodologjia e këtij punimi është përshkruese dhe analizuese historiko-religjioze të dhënave të monumenteve bizantine dhe toponimisë së pasur kristiane të konsultuar në bibliografinë përkatëse. Në disa raste, krahasohen për nga ngjashmëria dhe dallimet monumentet bizantine dhe toponime kristiane. Në të trajtohen lidhjet historike dhe religjioze mes kishave të periudhës bizantine dhe toponimisë së ruajtur nga popullsia e Shqipërisë. Studiuesit gjatë ekspeditave të ndryshme kanë nxjerrë në dritë monumente kristiane të ndihmuar edhe nga toponimia e ruajtur. Deri më sot e pandryshuar, këto toponime në vetvete dëshmojnë praninë e kulturës së krishterë materiale dhe shpirtërore të periudhave të mëparshme. Ndërkohë, studiuesit të cilët kanë mbledhur, studiuar dhe analizuar onomastikën, toponimin dhe antroponimin e krishterë, kanë bërë lidhjen e tyre me monumentet të krishtera, objekte kulti, kisha, manastira, metohe, qendra dhe seli episkopale, që lidhen drejt për drejt me jetën e popullatës së krishterë gjatë periudhës dhe hapësirës bizantine, por që për shkaqe historike apo katastrofa natyrore nuk janë ruajtur, përveçse si rënoja ose emra vendesh. Vepra ndërtimore e perandorëve bizantin në hapësirën shqiptare përfshin në fortifikime dhe objekte kulti. Për shembull, fshati Ndroq mori emrin nga perandori bizantin Androniku i II Paleolog, i cili rindërtoi kalan e këtij vendbanimi. Përmendja e Mikhailit të VIII dhe Andronikut të II në disa mbishkrime kishash dhe paraqitja e imazhit të tyre ikonografik, se këtitorët të disa kishave të ndërtuara prej tyre, si Shën Maria e Manastirit të Apollonis, Shën Triadha e Kalas Berat, Shën Maria e Sinjës dhe Shën Kolli i Perondis Berat, përbëjnë monumente kishtare bizantine me vlera të konsiderueshme të trashëgimisë bizantine që prej disa dekadash gëzojnë statusin monument kulture. Me 10 kisha paleo-kristiane u shkatruan nga sulmet e barbarëve dhe dyndjes slave gjatë periudhës së parë bizantine. Një pjesë prej tyre u rindërtuan në periudhat e mesme dhe të vonë bizantine, së bashku me kishat e rindërtuar rishtazi në këto periudha, shumë prej të cilave prej dyndjes otomane në fundin e periudhës bizantine u shkatëruan deri në themele dhe mbetën si kisha rënoj ose si toponime kristiane dhe pjesa tjetër ndryshuan funksionin dhe u transformuan ose u rindërtuan për të shërbyer si objekte të kultit islam. Makronimet e vendbanimeve, qyteteve dhe fshatrave janë dëshmi se ato e kanë marrë emrin nga monumentet e krishtera bizantine, kisha, manastire, seli episkopale gjatë periudhave bizantine. Në Kavaj ruhet një toponomastike pasur kristiane. Këto si makronime me bazë emrat e kishave dhe manastireve të periudhës paleo-kristiane dhe bizantine. Ekspeditat arkeologjike janë diktuar pothuajse në çdo vendbanim të hershëm nga toponimia e krishterë, e ruajtur brez pas brezi nga popullata vendase pa dallim feje, me të cilat janë bërë zbulime të rëndësishme të objekteve kishtare, por edhe të objekteve të tjera të vendbanimeve ose fortifikimeve që ndodheshin në to. Ekspedita arkeologjike e Hasan Cekës
të profesora Sancekës dhe të inxhinier Jovan Adhamit e vitit 1951 në fshatin Seferaj, duke u nisur nga guri i kishës, toponim, mikrotoponim, siç thëritej nga banorët tek Ullishta e Selmanit, zbuloi nën të rënojën e një kishe. Në fshatin Kazije, rënojat e kishës së periudhës bizantine u zbuluan bashkë dhe bashkë me të rënojat edhe të një kalaje. Në fshatin Shpat afër Vrapit, Tiranë, u gjetën gërmadhat e një kishe në një qafë, e cila thëritej qafa e këmbanës. Gjithashtu, duke u mbështetur në ditarin e ekspeditës në gërmadhat e moçme të fshatit Mlik, thuhet se ka pasur një kishë. Kemi dhe të tjera mikrotoponimi të ruajtura si Bregu i Kishës në Qeret apo Kodra e Shënmillit në Arapaj, që ishin indikacionet kryesore të zbulimit të rënojave të kishës, si dhe të bazilikës paleokristiane. Mund të deklarojmë se pa këtë toponimi, shumë kërkime në teren do të kryeshin të pa orientuara dhe ndoshta çdo gjetje do t'i mbetej rastësisë. Ka kisha të tjera në Kavaj, si kisha Rënoj e Kanapares, kisha e Shënkollit, në shkembin e Kavajës, Petra, dhe një tjetër me të njëjtin emër në kepin e Rodonit. Këtu kam marrë një hartë nga libri profesorit Aleksandr Meksi, Kishat e Shqipërisë, ku reflektohen peshkopatat dhe selit episkopale në periudhën bizantine, mesjetare. Dhe kjo ka qenë një shkas që unë, për arsye se profesori ka analizuar, edhe që e preku dhe në referatin e sotëm, evidentimin dhe saktësimin e vendeve të këtyre peshkopatave edhe të abatsive, dhe edhe në rastin për shembull që lëvizin selin e tyre si majore ose minore, si në rastin e kish e abatsisë së Shëmpalit të Kabashit në Puk. Dhe për këtë arsye unë kam vendosur që të gjitha makrotoponimia që lidhet me këto emërtime peshkopatash të jetë një nën kategori e morisë makrotoponimisë kristiane të periudhës bizantine në vend. Me vjetra makronime vendbanimesh që përmenden në defteri i regjistrit të Sanxhakut Arvanit i vitit 1931 dhe në regjistrat e mëvonshëm të periudhës otomane, vërtetojnë se kanë marrë emrat e tyre nga monumentet e krishtera bizantine. Një dukuri tjetër ka ndodhur edhe me qendrat dhe selit episkopale, të cilat kryesisht gjatë periudhës së mesme bizantine emërtuan me peshkopi apo piskupat apo peskopje, peshkopi, peskopja, peskopia, disa vendbanime, qytet dhe fshatra të teritorit të sotëm shqiptar. Gjithashtu me interes janë edhe makronimet e tjera si qendra peshkopale, funksionale gjatë periudhës bizantine si Orosh, ndoshta nga Oros, Mali i Shenjtë, ose Aionoros i Mirditës. Asomat, edhe kjo një steli episkopale, nga forcat angjëllore të Patrup, dhe Stefaniaka nga Shën Stefani, Glavenica ose Kefalonia, Gradicion, peshkopi e sipërme dhe peshkopi e poshtme, emërvende të greqishtes bizantine, kishtare dhe slavishtes. Gjithashtu, mikrotoponimia kristiane dëshmon monumente bizantine të së kaluarës, ku veçohen mikrotoponimet të kisha, Bregu i Kishës, Qafa e Kishës, Ara e Kishës, Varet e Kishës, Sheshi i Kishës, Lisi i Kishës, Lugu i Kishës, Shpella e Kishës, Kishëza e Mehmetit. Emri i shenjtorëve të këtyre kishave ka humbur me kohën. Faktori kohë dhe lëvizje demografike bën që emri i shenjtit të kishës të harrojë, por jo toponimi kish. Gjatë konsultimit të bibliografisë, vërehet se mikrotoponimi të kisha është i përhapur në shumicën e fshatrave të Shqipërisë. Ka fshatra ku nuk haset mikrotoponimi kish, por ka një përqindje të konsiderueshme fshatrash ku hasen 3 deri në 5 vende kishash. Tek vendbanime të ndryshme, mikrotoponimi tek kisha shoqërohet nga një grup tjetër mikrotoponimesh që kanë lidhje me kishën e dikurshme ose lidhen me ndonjë kishë të dytë. Kam vërejtur se pranë disa kishave në gjendje të rënuar ose thjesht toponim gjenden varre të vjetra.
Shpeshherë, edhe me prishjen e kishave varezë, me kalimin e kohës, banorët kanë bërë vare edhe brenda territorit mbi planimetrinë e tyre. Fenomeni që tregon lashtësinë e kishave poshtë të tyre, si në rastin e bazilikës e Ekstramuros në Elbasan, tek rapi i Bezistanit, ku arkeologët kanë gjetur vare mbi rënojat e kishës. Ka ndodhur që në varezat të vjetra janë zbuluar rastësisht edhe rënoja kishe. Gjithashtu, pranë grupit të toponimeve te kisha dhe të kishës, vërehen edhe toponimi që korespondon me qytet ose vendbanim të fortifikuar, ose dhe vetëm një fortesë tashmë të rënuar. Janë të njohura sinonimet qytet, gradisht, fortesë që dëshmojnë lashtësinë e vendbanimeve dhe monumenteve kishtare që ndodhen brenda territorit. Natyrisht këto janë të lidhura edhe me topografinë ku ndodhen këto objekte bizantine të së kaluarës, ku kemi rrjetin e rrugëve, të cilët përshkruajnë dhe ato kanë pasur edhe objekte të tjera publike bizantine që është ruajtur dhe një toponimi e kësaj periudhe bashkë me këtë grupim toponimesh kristiane. Për shembull, fshat i Lumës ka disa toponime të krishtera si Lgjata e Maskishës, Rasa e Shenjtit Shkëmb, Shumllaja e Shmëris, Fushat e Sumraje. Përmendet se tek vendi që thëritet Xhamaja ka qenë kish. Rezultate këto të punës profesor Hoxhës, Shefqet Hoxhës. Gjithashtu, në vend shkencor, në Shkëmbor, haset toponimi qyteti. E njëjta mikrotoponimi e ngjashme vëret kur konsulton edhe emrat e vendeve të vendbanimeve të Kosovës. Një pjesë e mikrotoponimisë kristiane ka lidhje me kishat bazilik të periudhës paleokristiane dhe me zbulimin e tyre prej arkeologëve. Zbulimi i bazilikës paleokristiane në Lohje të sipërme lidhet me mikrotoponimin Mishinkolle mbi Shënkoll. Si tek kodra e Shënmihillit, përsëri toponim në Arapaj, arkeologu Sali Hidri zbuloi bazilikën e Shënmihillit, monument që shërbeu si enori deri në shekullin e 15. Bazilike e cila është përmendur edhe më përpara nga Ana Komnena. Nëse shkojmë në fshatin Vajzët të Vlorës, tek vendi ku janë gjetur tesera mozaiku, njihet toponimi Bregu i Qishës. Ashtu si mendohet, me siguri kemi të bëjmë me mozaikun e një kishe paleokristiane. Toponimet në tokfjalëshin e të cilave përmendet emri kishë, mendohet se mund të kenë një origjinë shekullore para dyndjes së slavëve në vend dhe të periudhës së parë bizantine. Por me siguri mund të themi se shumica e toponimeve të krishtera kanë një origjinë shekullore para turke. Gjithashtu, janë edhe mjaft të tjera të cilat kanë objektin ose e kanë humbur gjatë 5 shekujve të fundit dhe tashmë thëriten në popull sipas funksionit të tyre të dikurshëm, si toponimi kishë që përmendëm më lart, manastir, metoq, arat e manastirit, pylli i manastirit. Këto toponime populli i ka gjurmëzuar në kujtesën kolektive, duke u lidhur me shumë histori, legjenda dhe ngjarje të cilat i gjejmë në përmbajtjen e rrëfimeve dhe të përjetuara në epikën popullore. Për më tepër, këto toponime kristiane janë treguesi rëndësishëm i potencialit më të madh të trashëgimisë kulturore të krishterë në vend dhe janë treguesi për hapjes së gjerë të nderimit të shenjtorëve të krishterë në shekuj të kryer në monumentet kishtare bizantine. Në përfundim, trashëgimia e pasur e objekteve të kultit të krishterë të periudhës bizantine në teritorin e sotëm të Shqipërisë vërtetohet nga lidhja historike dhe religjioze me objektet e kultit të krishterë dhe toponimeve të shumta të tyre të memorizuara në kujtesën e popullsisë vendase edhe kur banorët e vendbanimeve të ndryshme u islamizuan tërësisht. Shumësia e toponimeve të krishtera dëshmojnë ndërtime apo rindërtime të objekteve të kultit të krishterë
për disa faza gjatë periudhës bizantine në territoret shqiptare. Makro dhe mikro toponimet e krishtera të periudhave bizantine dhe nën kategoritë e tyre të kushtëzuara nga shkaqet historike, politike dhe kishtare të monumenteve të krishtera bizantine na bën të kuptojmë trashëgiminë e pasur të vendit tonë. Analizimi shkencor i toponimeve shton objektivat e arkeologëve, historianëve dhe bizantinologëve për nxjerrjen në pah të trashëgimisë të vyer, qoftë edhe të themeleve të monumenteve të krishtera bizantine, orientimin për gjetjen e tyre dhe vendin ku ndodhen, lidhjet dhe ndikimet e tyre të përmendura në burime, por që mbetet punë për saktësimin e tyre. Faleminderit.